Mirëmëngjes të gjithë. Ju përshëndes përzemërsisht dhe ju uroj një ditë të mbarë dhe të bukur, diellin ta keni në shpirt dhe të shpërndani gjithmonë një rrezatim të ngrohtë mes njerëzve dhe sa më shumë dashamirësi. Të përpiqesh të përfshish nxënësit, fëmijët në një pjesë ku me mesazhe bashkëkorat, duke dhënë vërtet një përthithje të çdo elementi që krijon pjesa, është një punë e mirë menduar dhe ndërgjegjësuese. Letërsia, krijimtaria, skena shpeshherë i fton fëmijët në të tilla aktivitete të cilat mbesin si një gjurmë e pashlyer në jetën e tyre. Shkolla 9-vjeçare, Think Smile, krahas të tjerëve e bën shpesh këtë. Pikërisht sepse misioni që ka ajo për të përfshirë në jetën shkollore dhe për të ndikuar në një edukim sa më të mirë të fëmijëve, ndërkohë që ndërgjegjësimi për çdo problematikë të tyre i bën ato më të ndjeshëm, është pikërisht një nga ato shtylla ku ecuria dhe suksesi bëhen të padiskutueshëm. Drejtuesja e kësaj shkolle, Think Smile, në Gru të Re, është gjithmonë e përfshirë në jetën e nxënësve. Në radhë të parë në misionin që ka mësuesja, por edhe saj veçanësive që ajo ka si krijuese, autore e librave që i drejtohen përveç letërsisë dhe poezisë edhe fëmijëve. Jo njëherë, ajo i është drejtuar kësaj botës së madhe të fëmijëve me krijimtarinë e saj. Kujtoj trenin e shkronjave, kujtoj dramën në festivalin folklorik, kujtoj skeçet humoristike që i drejtohen si reflektim jetës shkollore, por së fundmi vepra e saj Trëmcaku modern, besoj ka dhënë një mesazh shumë të fuqishëm, jo thjesht për atë që është shkruar, por për reflektimin që jep tek fëmijët, tek nxënësit, tek jeta. Një pasqyrë sinqerte botës së tyre, një britme vogël, thon ata, që jep një ndërgjegjësim të madh. Duke e paralizuar kështu dhe me penën migjeniane me temën e saj. Sot ata janë të ftuar në Mirëmëngjes Shkodër pikërisht për këtë ecurim breslënse. Me mua sot në studio është Rozina Sterkaj, drejtore e shkollës 9-vjeçare Think Smile në Gru të Re, së bashku me skuadrën e saj artistike. Ajo ka shumë skuadra, kjo shkollë ka shumë skuadra artistike, por në këtë rast jam me Claudia Tomën, me Riselda Mollën, me Blerta Pusin dhe Emiliano Tatgjonaj. Mirëmëngjes, mirë se keni ardhur në studio. Kënaqësi që u kam në studio. Është bukur të shohësh në skenë në aktivitete të ndryshme, po t'ju kesh kaq afër, do të marrësh nga afër mendimin tuaj, apo jo? Jeni vlerësuar në një konkurs të fjalës artistike më të fundit me një çmim special, por edhe pjesa për mesazhin më të mirë. Diçka shumë e bukur. Çfarë ndjesi? Megjithëse ka pak kohë që ka kaluar, ju I keni ende mbresat, apo jo? Çfarë do të thotë kjo për ju? Besoj se ndjeni mjaft mirë, Blerta. Po. Ti ke qenë në një rol të veçantë në pjesën profesorish. Po. Ajo që sepse sot ke ardhur me xhaketë, domethënë ke ardhur me veshjet e rolit. I ndjer paksa në qendër të nxënësve tuaj, ke edhe shembuj. Si e ndjen këtë? Ne ishim shumë të emocionuar, por duke lexuar sa më shumë e kuptuam kuptimin që ne donim përcjellim dhe tek të tjerët dhe kalon shumë brez dhe tek ne po ashtu. Pra, ju e përpit atë tekst që mësuese Rozi ju dha që në fillim. Emiliano, besoj se si një djalë tashmë në çfarë klase je?
Të nëntën, që ke kalu një shumë vite në këtë shkollë dhe ke një curi artistike, kjo pjesë të la një përshtypje të veçantë, sepse ti thua çfarë vlere kanë ato klikime të forta në celular? Po, vlera ka lanë, brejsa ka lanë të kna, është një ngjarje ku secili prej nesh në kohën e sotshme e jeton, është një ngjarje ku fëmijët bullizohen nga rrjetet sociale, nuk përshmohen, nuk përkrohen, nuk vlerësohen as sa duhet. Kanë mërit me përthirë. E kur i dëgjon do të thotë që jo thjesht entuziazmohesh nga ajo që kanë përthithur, por edhe trishtohesh paksa nga disa fenomene që ndodhin përreth jetës. Mësuese Rozi, urime për këtë arritje tuajën, edhe kësaj here. Apo jo? Shumë faleminderit për ftesën. Asnjëherë nuk harron i sheh detajet, sidomos më duket ndjek rrjetet sociale, shkollën tonë kanë fokus dhe jo vetëm ju, po shpeshherë ju dalloheni. Po ndoshta janë fëmijë shumë talentuar edhe e bëjnë një farë dallimi, një farë veçantie dhe atje ku shfaqen në postime të ndryshme. Edhe kjo lindi fakt si shkëndika ke një bisedë që po bëni me kolegët, me miqtë dhe thash si do reagonte Migjenin ditët e sotme. Dhe imagjinoj tani duke qenë jo se shiko, të paralizohesh me Migjenin, nuk mund ta marrë një paralizim sepse është fjalë shumë e madhe, sfiduese. Është guxim shumë i madh edhe kjo që kam bë. Por ne kemi një gjë që nuk mund të jemi Migjenian jo vetëm në vargje, por edhe në atë të thënën pa frikë çanave. Se kjo ishte karakteristike Migjenit. Ti thoshte pa frikë atë që mendonte. Edhe atëherë ne vendosëm të shkruanim si do reagonte ai në një farë mënyrë me mendimet tona, si do reagonte Migjeni në kohën e sotshme. Kjo është me të metat e kësaj kohe, me efektet anësore të zhvillimit. Kjo është edhe reflektimi që jep letërsia, autor të ndryshëm dhe që mbesin aktual. Duke paralelizuar pikërisht me problematikat e sotme, nuk është thjesht një uri nga mungesa e ushqimit, është një uri tjetër që lidhet, që kërkon më shumë vëmendje rreth mbështetjes që duhet të kenë fëmijët, që dashuria të mos jetë paketuar, por të jetë drejt për drejt. Ju e shkruat me një herë këtë, apo normalisht që të shkruash diçka, të guxosh diçka që ka lidhje me Migjenin, është pak duhet me marrë rrifje seriozisht. Edhe kam punuar për disa kohë, më thanë hiqja një fjalë, vendosja një shprehje, diçka që mos të egzageroja, mos. Ju keni laboratorin tuaj, mësuese Rozi, sepse e kam parë edhe në herë të tjera, nuk nxitoni ta nxirrni nga furra produktin tuaj. Edhe normalisht që shkolla jo nuk vun për talente, për të mund ta. E para doja të transmetoja te këta se çfarë transmeton kjo. Dhe i pyesja se si ndjeheni ju për këtë. Pastaj fillova të flasim për Migjenin, kanë folur edhe mësuesit e tyre të letërsisë. Ne kemi dy mësuese shumë nderuara në shkollë që shpalosin vazhdimisht, Merita Kastrati dhe Arina Gjoni. Të dyja janë shkrimtare, poete, dhe që shpalosin vlerat e autorëve të më jo vetëm shkodran, por edhe të mbarë letërsisë. Të gjithë letërsisë botërore. Por unë Migjenin e kam shumë për zemër edhe zgjodha Migjenin. Migjeni ishte i madh. Nuk e di, për mua është besoj se po të kishte jetuar gjatë dhe të mos ekzistonin as këto kufizimet ideologjike, artistike që ishin të kohës, do kishte qenë një zë shumë i fortë, nobilist. E mendoj këtë, e kam menduar këtë. Po i bashkohem me një opinion që besoj është shumë serioz. Migjeni nuk ka paraardhës dhe nuk ka pasardhës. Megjithatë, ai libër që ai ka shkruar feks në ndjeshmërinë sociale, por edhe është artistikisht i jashtëzakonshëm. Fenomenale. Unë nuk e shpesh herë kam menduar, kam lexuar edhe autor botror, kam lexuar autor shqiptar të mrekullueshëm ka. Edhe Migjeni është më i madh. Ju ja përshtatët fëmijëve tuaj, po e quaj kështu sepse
me sa kam pa keni një raport shumë të afërt. Me fëmijët unë kam raport veçantë. Shiko, është edhe një mision lidhet me detajet, me këtë bluzën, me këtë kordelën, me këtë xhaketën, që duke në dukje të pa rëndësishme, po janë shumë të rëndësishme për një raport që nuk paketohet, por është i afërt, është i drejt për drejt. Si mendon ti, Klaudia, këtë që themi? Po, është diçka e mrekullueshme dhe duhet ta falenderojmë drejtoreshin se me vërtet ka dhënë një përkushtim të madh. Me këtë rast ju ndjeni shumë afërsi në shkollë, por edhe përtej saj. Po, mësuese Rozi, keni një raport të veçantë për mësues e për nxënësit, për fëmijët tuaj. Po, një raport shumë veçantë me fëmijët. Gjithmonë e kam menduar që njerëzit çdo që të kenë përgatitje në jetën e tyre, nëse këtë përgatitje që ata marrin gjatë jetës nuk e japin shërbim dikujt, nuk për mua nuk ka vlerë. Edhe kjo ka bërë që sidomos këta fëmijë që vinë nga zona, një pjesë e mirë e tyre kanë ardhur nga zona të thella, edhe ëndrat e fëmijëve janë gjitha njësoj, prindërit e tyre ndrojnë për këta fëmijë, pavarësisht nga punët e rënda që bëjnë apo nga ana ekonomike jo forte përballueshme, pak largësia për qenë se në Grut fatkeqësisht nuk ka një, ajo është krejt afër qytetit, po nuk ka se ka një qendër kulturore apo ka një. Atëherë çfarë ndodh? Ne mësuesat duhet mësuesit, se gjithmonë e them shkodran që këtë mësues. Edhe duhet bëjmë të pamundurën që të mund të nxisim fëmijët që përmes pak sakrificës së tyre, përmes pak ndihmës tonë, ata të jenë pjesë e çdo rrethi ku ata kanë talentin e tyre. Jam përpjek shumë për këtë gjë, edhe nuk ju kam bërë mirë këtyre se i kam bërë mirë vetes se njihem mirë me këtë, sepse e marr këtë feedback nga fëmijët vazhdimisht. Unë dua një duartrokitje për këtë marrëdhënie, bashkëpunimi, sepse po nuk pati një marrëdhënie të tillë bashkëpunimi. Lumturohem aq shumë kur këto kanë arritje sa e vere nga njerë, unë emocionohem shumë. Madje njerë mbaj mend kur Klaudia mori çmimin e dytë, pretendoja për të parin, edhe fillova me kjo, edhe thot Klaudia, mësuese Rozi, pse mërzitesh tha? Bull tha si u kënaqshme, çfarë rëndësie ka çmimi? Aty kam zënë mend për këtë jetë që të mos e bëj më këtë gabim që bëra aty. Ja, pra kjo marrëdhënie është në radhë të parë njerëzore. Nuk ka një distancë kilometrike nga banka deri te katedra e mësuesit apo deri tek tabela e zezë. Është një distancë shumë e shkurtër, një distancë që mund të arrihet me krahët të shtrirë të njëri tjetrit. Distancat nuk krijojnë, nuk sjellin sukses. Unë për pak para pak kohësh ne kishim një konferencë shkencore, besoj ke qenë pjesë, besoj se e ke ndjek e arsimit në Shkodër, ku kisha mbajta një kumtesë. Aty kam shkruar që në momentin që kam marrë drejtimin e shkollës, sepse solla një rast praktik, ju kam drejtuar kolegëve të mik kështu, duke thënë, unë jam shoqja juaj 22 viteve dhe nuk jam këtu për të rrahur takat e për të treguar që jam drejtoresha, por me atletet vrapojmë së bashku për të ndryshuar institucionin. Dhe mbledhjet i kam bërë më tepër si biseda, dhe më thanë që ato të mos ndiheshin varësit e mi, po bisedonin më atëherë ti merr atë tamam të vërtetën se çfarë është. Distanca hierarkike nuk ka sukses. Shkurtimi i kësaj distance të garantoj që të çon drejt suksesit. E kam provuar qoftë me nxënësit, qoftë me kolegët. Ndërkohë që pikërisht kontributi letrar lidhet pikërisht me këtë marrëdhënie, me njohjen sa më mirë të botës së brendshme, me problemet e ndryshme, edhe në anën mësimore. Si e mësuat pjesën, e patët të vështirë të mësonit, sepse një tekst gjithmonë të duket ka ata theksin e vet, ku duhet të mbaroj fjalia, ku duhet filloj, ku duhet të japësh një ton të veçantë, një interpretim të veçantë. Ju si u duk që në fillim? Po Blerta. Në fillim nuk e kuptuam normale se nuk e kishim lexuar akoma, por duke e lexuar Ç'është ky tromcaku modern, a? Duke e lexuar sa më shumë e kuptuam dhe ne që ka një vlerë të dyfish tek ne dhe duhet ta shfaqim sa më mirë dhe tek të tjerët.
Klaudia që është një interpretuese famshme, po e them këtë pa asnjë lloj ironie, po e them sepse në shkollë të gjithë e njohin si vajzë të skenës, nuk e di si je me mësima? Shumë mirë. Sidomos kohët e fundit ka qenë më mirë sepse unë këto që i marrë për aktivitete interesohem edhe se si ecin me mësime se them mos krijoj ndonjë hendek. Po jo, është shumë mirë. Klaudia ka marrë shumë çmime ashtu dhe ka marrë pjesë edhe në shfaqje të qendrës kulturore me Emilianon, i cili është i gatshëm dhe aprovon me kokë. Eriselda, po ashtu, por për te ju shka grupe valle, shka piktor, ka artistë vërtet. Ja, kishim Blertën, e kemi edhe valltare, edhe bën projekte të bukura, tani sapo shpalosën xhubletën. Ju keni, do ta komunikojmë edhe këtë informacion të bukur, por gjithsesi qëndrojmë tek trumcaku modern. Çfarë gjeje mendoni është më e veçantë te kjo pjesë? Mendoj që gjoja më e veçantë te kjo pjesë është realiteti. Realiteti i njerëzve dhe realiteti i shoqërisë së sotshme. Dhe mi gjeni duke di se ishte i realist, dhe nuk mund të anë i panëshëm. E kena shkujt dhe këtë pjesën, dhe Torisha ka shkujt këtë pjesën që mi gjeni po t'ishte gjallë, dhe me thënë kohë të soshme, do kishte bon... Do reagon të kështu. Tashti po më fletë si kritik letrar, bravo! Super bukur! Po tashti, kur dua të pjesën, kur ti thua, ti hesh në një farë mënyra, se do ta shohin pjesën, por kur thua, po që vlejnë ato klikime bosha, a mund të ma sjellësh në këtë moment pikërisht atë pjesë. Zyshlirat, kur thot pjesën. Unë i them gjyshlirë se... Drejtojo me rol, Gjyshlira, nduket si kur trumcaku i Migjenit, sot nuk do ishte ngullur mbi një qime të erë. Po ai do ishte ngullur mbi një ekran celulari, duket sëruar kot në një rrjet social, i rrethuar me miliona të poshe. Ja, vetëm nga kjo sentencë jepet një mori problematikash që lidhen me jetën e fëmijëve, por edhe të njerëzve. Sukseset e këtyre fëmijëve, Merita, mu më kanë dhënë një, s'ku diun, më kanë qenë një terapi për mu, për jetën time. Çfarë lumturie kam përjetu sa herë që këto janë vlerësu kur ky ishte me Matildën që shkuan në Kroaci, që fiton çmimin e parë. Bashkë me Klaudian, ishte Emiliana dhe Klaudia, dhe që fiton çmimin e parë atje, gati ndoli zemra nga vendi. Pastaj her pas here se këto janë fëmijë shumë të talentuar dhe gjithmonë janë të kurorzuar me. Nuk është problemi vetëm për çmime, unë rëndësi ka që këto në momentin që interpretojnë bukur në skenë dhe sjellin një lloj kulture nga vendi vet, nga shkolla e vet. Po përpos kësaj, jo vetëm që transmetojnë mënyrën e interpretimit, po duke u njohur me këta pjesë, pra siç e thashë pak më përpara, këto njihen edhe me autorë të mëdhej, me artistë të mëdhej, me historianë të mëdhej të tjerë flas për shumë projekte. Dhe vetë ndërgjegjësohen i problematikat që hasin dhe në momentin para pak kohësh u bë një konkurim për formacionet korale tek bilbilat e vegjël, edhe në fakt nuk ishte lehtë për një shkollë në rrethinat të krijonte një formacion koral. Megjithatë, unë mblodha stafin edhe i kam thënë që përdesa ne kemi vendosur që shkolla jonë të jetë në parametrat e një shkolle bashkëkohore, atëherë pse të mos kesh një formacion koral. Dhe kemi punuar jo vetëm mësuesi muzikës, sa një ditë njaf punon tek ne, por ka punuar mësueset e artës zeje që kanë kriju korin, ka punuar edhe Rozi Pak, edhe mësuesi muzikës shumë kur vinte dhe arritëm dhe kënga që zgjodhëm ishte Artistët Shkodran. Ishte shumë e vështirë si këngë, por pse zgjodhëm? Zgjodhëm që fëmijët familiarizoheshin me këtë këngë. Në atë këngë ishin të përmendur emrat e një pjese mjaft mirë, një pjese jo, Shkodra ka pafund, po ishin disa emra pika kyçe të artistëve Shkodran. Kënga e Gjergj Lekës? Po, e Gjergj Lekës, po, Artistët Shkodran, Midja Kujtimit, edhe ishte një nga arsyet ishte kjo. Dhe këto fëmijët i them një ditë, ju i njihni këto,
do po do jo se. Po tani njohim tanë sepse i mësuan përmes këndës dhe detyrimisht që zgjohet ai interesimi kush është ky dhe kështu që fillojnë të futen në atë botën e dijenisë. Pra, të gjitha veprimtarit kanë një qëllim. Një qëllim njohës, edukativ, gjithëpërfshirës, që jep entuziazëm, që jep vetbesim, që i bën njerëz që përgatiten për sot edhe për nesër. Këto ecuri nuk janë të rastishme, nuk mbeten në kapakët e një albumi fotografik. Jo, ata shënohen në ecurin tuaj, në shpirtin tuaj dhe ndoshta do bëheni, edhe uroj që të keni një jetë të gjatë dhe të lumtur, përsëri këto kujtime do të mbesin aty. Por të qëndrosh në problematika që fëmijët kanë, është të japësh një mundësi të ngrenzane. Shiko Merita, unë jam natyrë shumë reflektive dhe mbaj mend kur u bë një quiz në Big Brother, ne përgatitëm një pjesë teatrale për këtë. Shumë të bukur, por nuk patëm mundësi se personazhi kryesor ishte jo mirë me shëndet dhe nuk përfaqësuam tek teatrot. Edhe u mërzita pak për këtë, por i kam mbledhur edhe stafin edhe bisedave, se ne bëjmë biseda të lira shumë më tepër se sa i kam thënë, ju lutem, mos tentoni të hapeni shumë. Do doja që njohuritë kryesore se s'bën çdo fëmijë ti marr me vetë dhe mos na mbrin fëmijët në atë gjendje ku të pyetet ajo që quhet VIP edhe tek trumcaku i modernit, i gjenit që ne po luftojmë që përmbajtja është pikërisht ky është thelbi i kësaj, që të ketë vlerë përmbajtja dhe jo këto shfaqjet boshe këta fasadat, dhe të thot një shekull ka 15 vite. Kush është Ismail Kadare, thot mos është një general, pra të mos na mbrin në këtë pikë dhe ato njerëz të cilët kanë përmbajtjet, ato njerëz që janë të studiuar, të lexuar, mbeten hije, siç ka thënë një filozof që janë në atë kërmillin që po presin të ndryshojnë ndonjëherë koha, që s'dim kur do ndryshojë. Ja, pra kjo është diçka frymëzuese, që çdo hap e bën të vlefshëm, që çdo moment e bën me shumë entuziazëm dhe me shumë shpresë. Unë po e ftoj Regjin, sepse është një realizim shumë i bukur që ju keni ba pikërisht në ambientet e shkollës suaj të mrekullueshme, që është një shkollë model për sa i përket kushteve, apo jo? Më thoni, çfarë ka të veçantë shkolla juaj? Gjithçka. Shkolla jonë ka të veçantë që çdo punë që nisim, qoftë në pikturë, qoftë në trem, qoftë në çdo aktivitet që marrim, mësuesit na trajtojnë me dashuri dhe nuk na lodhin, por na ndihmojnë shumë. Po si kushte? Gjitha, shkolla është e mrekullueshme, falë drejtoreshës sonë. Falë stafit tanë. Po jam shumë e lidhur me ta dhe ju duket sikur i bajon vetëm tanë. Pikërisht në ambientet e shkollës ju keni bërë dhe xhirimin e kësaj pjese, e cila lidhet me interpretimin tuaj të bukur. Blerta është mësuesja, ndërsa ata që reflektojnë dhe që janë zëra të vegjël, por që thonë mendime të mëdha dhe të vlefshme, janë pikërisht këto nxënësit që rrethojnë mësuesen, edhe s'është gjë tjetër veç se një realitet shkollor. Unë e ftoj Regjin edhe ta ndjekim së bashku pikërisht këtë pjesë mjaft të bukur, me mesazhe të fuqishme, ka fituar edhe çmimin si mesazhi më i mirë, përveç se çmimin special për interpretimin. Të kalojmë tek pjesa Trumcaku modern. Trumcaku vonte nga melankolia. U lind në një vend me të vërtet të shpejt. Në vend të porit, pishin qimet e derrit. E në vend të pemëve, prinat janë shtosit para historike. A nuk ju duket sikur Migjeni po flet për ne? Për këtë vend, ku gjithçka duket të zvetëmuar. Hajtë Trumcak, jam unë dhe çdo njeri që s'ka bukë në trezë, çdo fëmijë që s'ka këpucë për në shkollë. Ne, Trumcakit e melankolisë. Migjeni e dinte
pa me sytë e vetë. A jetojnë shkodrë në varfënis, në barakat e punëtorve, me smirimit që ka fshon të ditë e natë. A i fetisht e smurë, i brisht, një jetë të shkurtër, një jetë që se kurseu nga dhindja. Po, edhe kur e flet për trumcakun që do të vetë vritet, por është vetë që nga njerëzore që po bie nga dëshpërimi. Me gjeni, nuk ishte frikë të thoshte. Jeta, ashte po drejt, e ngusht, shumë tume. Por pse gjithmonë, ne duhet të jemi trumcakët, mbi brinjat asaj shtaze parahistorike. Pse gjithmonë, varfëri, vuajtje, njëri, pa drejtësi. Sepse kjo shoqëri u ndërtua mbi pa drejtësi. Një gjeni nuk predikonte paqe e pajtim, po thërriste, shkondoni, shihni realitetin. Ai goditi me vargje si kishte një thik në dorë. Po, a nuk është kjo e surshpja? A nuk e ndjen ende të britëm? Dëshlira, nduket sikur trumcaku i Migjenit sot nuk e kishte ngulur mbi një qime derri, por do ishte ngulur mbi një ekran celulari, duke citruar kët në një rrjet social, i rrethuar me miliona fjalë bosha. Haj trumcak, jam sërish unë, i thjeshti, se s'po dua të ditur, por jo me barkun bosh. Tani kam shpirtin bosh. Më vëllëzojnë për çdo gjë që s'jam. Më vlerësojnë për çdo gjë që s'mund të blej. Në vend të varfërisë së bukës, ka lindur varfëria e vetë vlerësimit. Rinde hijen e komerciales. Aty, ku gjithçka matet, me famë, me ndjekës, me shkëlqim të rrem. Ne si jemi me të rritur për bukë. Jemi të rritur për vëmendje, për dashuri të vërtetë, për një vend që të na pranojë ashtu siç jemi. E drejtë, shumë e drejtë. Migjenni do ta kishte goditur me ironikisht njerëzin. Atëherë fliste për barkun bosh. Sot do fliste për shpirtin bosh. Po, çdo të thoshte? Për dashurinë, për luftën. Dhe lufta, ha nuk do të qeshte me hjellësi, mbi këto luftra të pafryme. Ai do të qeshte, por do të qeshte me dëm të shtrënguar. Lufta ka ndryshuar, se njeriu është boma i vogël, e për dashurinë, se nuk është më një britëm shpirti, veçse një produkt i paketuar. Ndaj, duhet të mbajmë gjallë zërin e Migjenit, se ndryshe të bëhemi si trumcaku mbi qimen e derit, ku era e sjell rrotull, e bota e shikon me indiferencë. Por si mund ta shërojmë këtë njeri? Nuk besoj se ka shërim të shpejtë. Ilaçi i vetëm është E vërteta e thon pa frikë. Urime, sa bukur. Keni interpretuar si aktor të vërtet. Shika, doha të them diçka. Nuk e pas kam pa më aq vëmendje, por po e ndiqja tani. Nuk më emocionon mënyra se si interpretojnë, se sa mënyra e reagimit të tjerëve, në mënyrë krejt, a e kupton sa bukur janë futë roli që fërkon të krahun, kjo ndërkohë që ke fliste, domethënë e përjetonte rolin një si ku ishin futur krejt në lëkurën e personazhit. Bravo Eriselda. Shumë bukur, Shumë bukur, një tekst i jashtëzakonshëm. Bravo Blerta. Emiliano, shumë i fuqishëm. Claudia, gjithashtu. Po mirë. Kjo është një prej interpretimeve tuaja shumë të bukura, por nuk është i vetmi. Së fundi jeni përfshirë tek Xhubleta, për shembull, te një aktivitet i cili ju dha një frymëzim tjetër. Që
që do të thot, vërtet mësuese Rozi e ka shkruar për fëmijët, por tamam, jo tamam për fëmijët e saj të shkollës, sepse ato u ndjen shumë të ngrohur, por në përgjithësi për problematikat e fëmijëve, apo jo? Çfarë do të thoni për këtë ecuri kaq të bukur të aktiviteteve? Të flasësh për migjenin është vërtet shumë e vështirë. Dhe për mendimin tim, pjesa më prekse ishte kur flitej për vetmin dhe dhimbjen e njerëzve, dhe siç e tha dhe Blerta, na bëri të mendojmë për realitetin që ndonjëherë nuk e vërejmë. Dhe është shumë e bukur si pjesë. Unë jam ndjerë shumë emocionuar. Ke interpretuar edhe pjesë të tjera. Dhe kjo ka bërë që të kesh një lloj, secili prej jush, të ketë një lloj sigurie dhe ecurie në skenë, apo jo? Patjetër, kur hip në shumë skena, kur provon shumë role, kur bën shumë shoqe prova, me gjithçka shoqja skena duket sikur është e jotja, domethënë sikur ti je Emiliano, je në klasën e 9, ke marrë shumë vlerësime dhe ke pasur shumë aktivitete gjatë këtyre viteve. Unë shpresoj që kjo ecurit mos jetë një kapak që do me thënë afrohet për të mbyllur, jo, nuk do mbyllet, por një gjë di që unë vitin tjetër jam në një shkollë gjimnaz, që e kaloj, por në çdo shkollë që shkoj si në gjimnaz si në universitet, shish më ka ndoshtë të shkolla Trinks Mojli, nuk do më duan as drejtorisht, po ku i dihet mor? Po kjo ka mbet një vatër zemre e zjarrt, apo jo? Shumë gjë e bukur. Shumë gjë e bukur. Te Xhubleta, po? Te Xhubleta keni marrë pjesë edhe në një aktivitet kaq të bukur tjetër, apo jo? Edhe kështu. Në fillimet e Emilianës se mbaj mend kishte shumë dëshirë. Shifja që ishte një fëmijë, shikoj, s'pari një herë Emiliana është fëmia që do dëshironte ta kishte çdo prit. Nuk ka një djalë më të edukum, edhe ashtrita një familje speciale. Shiko, atje ka familje jashtëzakonisht mira, dhe unë nuk e di, kam një jetë punë atje dhe s'di se kam ndru një fjalë njerë me ato njerës. Edhe thotë, më pëlqen shumë, thotë, që më ke përfshi, thotë, unë kam qef me shku dhe atje të qendra kulturore. Problemi e se nuk kishte kush me pru. I them, o zot, imagjinoj të qendrës tash i përballën një dëshire të tillë fëmije që unë kam 1000 ngarkesa, domethënë nuk dija nga se me fëmijët e mi dhe fillova. Herë shkoja merja vetë, herë jo vija detyra atyre, pastaj erdhi te gjyshja, merja mëngjes, më telefonon të çdo mëngjes që do vish të marrësh te gjyshja me çun shkollë. Domethënë pastaj kjo rrit edhe i mësoj vetë rrugët, e vjen vetë, shkon vetë tashma. Po ishte fillimi sa u ambientu. Ja, pra, është emocionuese. Dhe kur e shoh sot kënaqem. Ndjen ecuri të tilla, unë ju uroj, ju jeni në klasa 6, 7 dhe 9. Edhe ti Blerta, në klasën e 7. Paske përsëri lumturi të tjera gjatë ecurive. Mirë, unë e di që ju nuk rreshni. Sa po keni mbyll një aktivitet që ishte Xhubleta, ju do keni përsëri aktivitete të tjera, po ku të lënë mësuese Rozit pa aktivitet? Çfarë ju pret në vazhdimsi? Shikas, për momentin është mbyllja e vitit ndoshta që për moment është s'pari një herë po përgatiten fëmijët për ditën e luleve, domethënë që do jenë të veshur me kostume, me lule, me fustane, me kemi ca ide, nuk po i themi këtu, se mos na i marrin tjerë. Pastaj shkolla është përfshirë në restaurim, po ndërtoj një kënd sportiv edhe po bajnë punime shumë të bukura dhe falenderoj Zotin për këtë. Edhe në momentin që të përmbyllet projekti, do bëhet një koncert, besoj shumë i madh, ku do jenë të ftuar jo vetëm nga Shkodra, po besoj edhe më gjerë. Ashtu siç ka pasur edhe herë të tjera. Do jetë besoj diçka shumë e bukur. Për momentin nuk e di, po fillon në kampionati sportiv, etj, domethënë janë shumë, ndoshta edhe s'po kujtohet se çfarë kemi. Një nxënëse jona së shpejti do hapi një ekspozitë. Është Mjacaj. Pikturë Mjacaj, po. Edhe nga këto anët e artit për momentin nuk e di ku
Gjithsesi, të gjithë të përfshirë në një jetë të bukur. Kto sa po përmbyllen projektin me Xhubletën, ka qenë një projekt shumë i bukur. Blerta mund na thotë diçka për këtë? Ka qenë një nga projektet më të bukura që kemi bërë, pasi kjo nuk ishte thjesht një detyrë shkollore, për një mision për të nxjerrë në parë ndësinë historike të kësaj kështjelle kaq të bukur, dhe është krenari për ne dhe ne bëm me shumë dëshirë, pasi ajo pasuron identitetin tonë dhe të mbar kombin shqiptar, dhe për këtë jemi shumë të lumtur. Bravo. E kishin shumë dëshirë dhe kanë bërë Merita një punë të jashtëzakonshme, aplikacione. E keni përfshirë edhe të ekspozita që keni bërë para në janar? Jo, ajo ka qenë një pikturë, po këto kanë bërë disa aplikacione aq të bukura, me idetë të tyre e kanë ndërtuar Xhubletën me copa në një sfond komoshi të kuq, të zezën shumë bukur, një kukull të modeluar me Xhublet, dhe kur i kam pa ditë që prezantuan projektin, ishin gjëra aq shumë të bukura. Ishin pa fund dhe jam kënaq shumë. Janë pikërisht pjesë e edukimit me identitetin, por edhe pjesa e saj dashurie të madhe që ju merrni dhe jepni. Është një marrëdhënie e pa diskutuar. Duhet gjithmonë, kjo për atë është edhe është prekur vetë vlerësime të Trumcaku, është shumë e rëndësishme fëmijëve, çdo njeriu në këtë botë, se po i humbi vetë vlerësimi. Çdo gjë. Pra lufta ime ka qenë gjithmonë, edhe bashkë me kolegët e mi kemi luftu që këtyre fëmijëve, kjo ishte rrezja jone e transmetimit. Ndoshta edhe më gjerë, po flas për atë ku ne kishim punën tonë, që të kenë vlerësim për veten e vetë, të dinë çfarë vlerash kanë pas. Prandaj u kam thënë kap një tema nga trashëgimia kulturore, që ata të dinë që nënat e tyre kanë veshur Xhubletën 4000 vjeçare, që ka qenë një art më vete, dhe që këtu ka një kulturë të thellë, dhe që për të transmetuar këtë kulturë kanë detyra të mëdha, dhe atëherë këto detyra nuk janë që këto sot të vishen e dalin me Xhublet, ato ta ruajnë dhe ta veshin për raste të ndryshme, por në raport me kohën të transmetojnë kulturë ashtu si të parartësit e tyre kanë transmetuar. Din që vinë nga njerëz me vlera dhe duhet të vijojnë të shpalosin vlera. Frymëzimet pafundme. Me vërtet, me pjesën Trumcaku modern kemi përcjell një mesazh shumë të bukur, sepse edhe sot njerëzit po përjetojnë të njëjtat ndjenja dhe sfida përpara jetës, prandaj është një pjesë e mrekullueshme. Edhe i dashur. Ja, pra që të rish me këto fëmijë që kanë një botë kaq të madhe, që të japin një dashuri kaq të madhe, nuk mund të rish pa reflektu dhe pse jo edhe pa mësu prej tyre. Në një farë mënyre unë ndjem këtë moment të suksesshëm. Pse? Mënyra se sa të lirshëm janë, edhe se si diskutojnë, edhe se ka një lloj kritike, na kanë atë mendimin e tyre kritik, m'jep, nuk di. Paçi gjithmonë curit të tilla, paçi gjithmonë dhe gjithë curia juaj u mbështet në hapa të tillë ku ndjeheni të sigurt, ku e ndërtoni e curin tuaj me shumë dashuri dhe mirë kuptim, me një bashkëpunim shumë të mirë në shkollë dhe jashtë saj. Ju falenderoj shumë që ishit sot në Mirëmëngjes Shkodër, për mesazhet që shpërndan, për këtë shembull të mirë bashkëpunimi edhe vlerash që transmetoni në skenë dhe në të gjitha curinë tuaj. Faleminderit shumë Susan. Faleminderit shumë ty Merita. Jam shumë mirënjohëse për këtë hyje që ti përpiqesh ti promovosh vazhdimisht. Edhe meritojnë. Faleminderit. Shumë faleminderit.